أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, i cili Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët me plot sinqeritet ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla shanu në surën Tauba ajetin 105 ka thënë: thuaju kuj besimtarëve, punoni. E punën tuaj ka për ta pa Allahu, ka për ta pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë me pa edhe me dëshmu edhe besimtarët. E pastaj, kur ta kryeni misionin e juaj, kur ta kryeni punën e juaj, kur t'ia dorëzoni shpirtin Allahu xhalla shanuhu, do të ktheheni tek Zoti i cili e di të dukshmën edhe të mëshaftën. E ai, masi e di krejt këto, ka mirë qitë në gjyqë, keni me marrë shpërblimin, edhe ose dikush ka me marrë dënimin. Të dashur vëllezër, ky rregull në jetën e besimtarit është ligj. Besimtari punon. Besimtari nuk pretendon. Besimtari nuk llomotit. Besimtari nuk ka munafik. Besimtari nuk ka dyftërsh. Besimtari nuk shtiret patriot. Besimtari është patriot. Besimtari punon për patriotizëm. Besimtari punon për i Zotë Zotit, për të shërbyer atë dhejot vatanit vet. Besimtari nuk del me pretendu. Nuk del me thonë une, ama kur duhet më konë është aty. E kur ta krye misionin atër tërhiqet edhe vazhdon jetën e vet. Kështu Allah ka thënë, punoni ju. E gjithë secillit ka me dalë në shesh puna ose jo puna. E pretendimet janë të munafikëve. Pretendimet janë të munafikëve. Shtirja është e munafikëve, më u shtirë. Une. Jo, puna krye misionin. Më i mirë për besimtarëve është ai i cili punon edhe nuk bën za. Ama a ka mundësi me i humb vlerat e punës besimtarit? Nuk ka mundësi. Po një prej kushteve për Allahu xhalla shanu me të lënë top form është të timim shef punët e tua. A kanë mushduk, po nuk munën mushduk. Se i ke bo për i Zatë Zotit, Allah punon kundër njetit atyne që këqyrin me ta humbë punën tonë e mundin tanë. Mundon me vunë pikpyetje shërbimin tanë ndaj vatanit, Allahu xhalla shanu e nxjerr shesh, nuk është ashtu. Edhe jam shelguen gjithve. Çka është e jona? E jona është me kry shërbimin karshi venit tonë, me i pagu tatimet, me pagu ata, me pagu këta, me i dalë Zot atë dhejët kur është e nevojshme, me bo për i Zatë Zotit, mu bo person i cili nëse nuk mundet me bo mirë, mos me bo keq. Na kemi obligim, sepse jemi besimtar, nuk i lejohet besimtarit veç me pretendu, keni kujdesën nga futja e përçamjeve, urrejtjeve, në të gjitha format, qofshin ato fetare, në emën të fesë, qofshin ato në emën të asaj, sepse këtu ka tash shumë gërbetxhi, në emën të asaj, na edhe ata. Gërbetxhit, aq më tepër, e përsëris nga ky mimber edhe ku përsërit edhe më herët, nga disa persona, analist idiot, të cilët mundon me fut përçamje mes popullit ton. Na jemi besimtar që kemi obligim për i Zotë Zotit, në emën të Allahit. Pse themi në emën të Allahit? Për arsye se kur e bëjmë në emën të Zotit shërbimin ndaj vatanit, na nuk lypim kur gja masa ne. Na nuk lypim kur gja. Për dallim atij se Zoti po thotë, punoni. Zoti ka me pa punën e juaj. Pejgamberi besimtar nuk të hu puna jote. Në dunjë dhe në ahiret ki mu shpërbly. E kush nuk e bën për i Zatë Zotit, lyp dëm shpërblim. Apo lyp shpërblim. Apo qohet peshë dhe rrin të thonë poshtë e nalt, unë e bona, o ball bërbur. Ball, a ke bë për i Zatë Zotit? Shuj bra, mshele. Më shefe, shtinën tokë, gjuje ndeti. E pastaj, kush mundohet në emën pa marrë parasysh çfarë me e dëmtu këtë shtet, me e dëmtu këtë vatan, për të cilin dikush ka dhënë gjak, e dikush ka vdek, e dikush është lagos, e dikush ka humbur punën e tij, e dikush
ka marrë trauma, e tjerë. Na nuk i kemi luksin me i leju këta njerëz. Na punojmë për Zot Zotit si besimtar. I dalim Zot atë dheut vatanit, qysh ta lyp koha. Sot është koha me punu, me derë dirs, me punë, nuk është koha me tregu patriotizëm që tash. Qysh me tregu patriotizëm? Për mes rrjeteve sociale. Se unë ma patriot se tjetri, ku ke qenë ti? Kur ka në vakti me tregu qatë patriotizëm sot që po e tregon. Andaj, të gjitha ata të cilët dalin për media, ofendojnë, shajnë, mundin e besimtarëve të hoxhallarëve me çu poshtë, Allah ka thonë këtë rregull punane. Kretë kanë me dalë në shesh. Çdo sen ka me u pa. Çdo sen dihet, çdo sen në ditë kiametit ka me u marrë vesh. Çka kërkohet prej neve, të dashur vëllezër? Aman edhe ju qeni në gërbet, edhe na qeni këtu. Ta ruajmë identitetin tonë. Aman, mos shkrihemi me të keqen. Ta majmë frontin, ta majmë ka e mira, ka jo që i shërben vatanit, që i shërben atë dheut, që i shërben Kosovës. Mos lejoni që për çamet të cilët mundohet dikush me i ban namën të asaj, gërbetgjive dhe neve që jem këtu, nuk i pranojmë këto. Mos bini prej, po du me shpërthuj, po peruj vetën. Mos bini prej. E aty në fjalëve, aty në idiotësive të cilët idiotët i thojnë, po e përsëris, nga ky vend i bekuar dhe kërkoj falje për këtë shprehje. Ama po du me plas. Shku njeri ka punu 30 vjet, 20 vjet, 40 vjet, e bjen këtë shërbimin, këtë harxhimet e veta këtu vjen kolona pret me ka 20 saat, me ka 10 orë në për kufina, edhe në fund të jenë në çman. Kush të rregull? Kush ta ka dhënë ty atë drejt me dalë aty në media dhe pastaj me marr për tatimeve, me marr të shtetit, të cilët i paguajnë që ta gërbetxhi bashkë me neve. Edhe më ofendu një pjesë shoqërisë, e cila është gjysma e shoqërisë. Na si besimtar nuk e kemi të lejuar. Ata që dojnë me bënë namën të vetë le ta bëjnë. Ama që ka përdojtë Zoti, në fund kini me pasha Rabbul Aleminin, që është një, e që jetën edhe shpirtin ta me kondorën e vetë. Allahu Gjeleshanu kërkuj s'ka mja marë shpirtin, pa janë zërë faqezëllukun në shesh. Këqyre, kryetarët më të mëdhajt botës, mretat më të mëdhajt botës, atje në ato budallalëqët me fmi, në loj kurmi lëqë, loj të i hongër fmit, Zoti ja u qitin shesh. Edhe kom ja u qit gjithë, ja u qitë e këtyne ma të vegjëlve. Se Zoti Azza wa Jall e kalon këtë dunja me ju kallzu kretë njerëzve se shembulli vetëm që ju duni me marë është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E këta tjerë pastaj janë që si pionat vegjël, apo kupton që dalin aty një 3-4 vjet rrin skenaj, me çka mban skenën? Ty isha gërbetxhit. Nuk mat media jote me ofendime. Punoni për Zot Zotit. Shërbeni vendit juaj. Bëni për Allah, ka më ardhur dita që secillit ka më dalë në shesh. Ama kur gjithsesi kjo botë me dalë në shesh, ka është dita kiametit, kur tërë njerëzimi për të parë deri në fundit kanë me të pa se çfarë burri mirë i kanë, edhe çfarë tjetër burri i kanë. Andaj punani burra, punani për Zot Zotit. Shërbeni familjes juaj. Bani njerëz familja, shërbeni vatanit juaj, shërbeni atë dheut ton. Për i Zot Zotit, për i Zot Zotit, për i Zot Zotit. E leni përçamjet, leni fjalët, ofendimet, neve nuk na përçan kur gjë. Kur gjë s'na përçan. Sepse ajo që na ka bashkuar është më e madhe se ato gjërat dytësore që dikush mundohet më i përçan. Jo në shërbim kërkuj, veç në shërbim ta dhëhet për i Zot Zotit. E për i Zot Zotit pse po themi për arsye se na nuk dojmë kompenzim kur gjë. Na nuk dojmë kompenzim. Na nuk dojmë me na u qel dyrt, unë kam luftu, tash ti ki ma qel filan zyrën. Kur të vi unë aty paran me, jo. Presim në anë sikret tjertë. E çka me bë për i Zot Zotit? Kush se ka bë për i Zot Zotit, kam i hub se vapi në këtë botë para botës tjetër. Allah na forca, Allah na ruaj, Allah na nima. O Zot ruaj këtë andej, o Zot ruaj këtë vatan. O Zot na forca. Mëshiroj ata që kanë vdekë për marrë që këtë ditë. Mëshiroj ya Rabb. Ato nana që kanë derë lëtë edhe halajën të derë lëtë për evlatë të tyne. Ato lëtë pësheja o Zot në ditën e kiametit me sevapët më të mëdha. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin.